Thamë edhe në fillim të këtij edicioni do vazhdojmë të flasim për situatën me vështrimet pasi që shumë zonat Kosovës vazhdojnë të jenë të përmbytura për këto rreshjeve ka rrezik që të vazhdojnë ende për shkak se Agjencia e Menaxhimit të Emergjencave gjithashtu dhe Instituti Hidrometeorologjik tashmë kanë paralajmëruar se rreshjet do të vazhdojnë ndërsa agjencia ka thënë se situata do shkojë duke u rënduar në rast se do të kemi rreshje. Megjithatë, cilat janë shkaktarët kryesorë të këtyre vështrimeve, sa përqind në këto pasojat të cilat i kemi parë këto ditë ka edhe vetë dora e njeriu dhe si duhet parandalohen të gjitha këto situata. Të gjitha këto do t'i diskutojmë me profesorin e hidrologjisë dhe gjeografisë gjithashtu Valbon Bytyshin. Atëherë zoti Bytyshi, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur. Mirë se u gjeta, faleminderit. Faleminderit shumë. Zoti Bytyshi, si po shihni aktualisht ka shumë zona të bllokuara në Kosovë të përmbytura, disa familje të cilat janë evakuar, çka tregon gjithë kjo situata vetëm për 2 ditë rreshje që i pam në Kosovë. Po, 2 ditë rreshje do të thonë që në rreshje intenzive, të cilat përkojnë me situatën meteorologjike e cila zhvillohet në detin Mesdhej aktualisht. Në detin Mesdhej ka një ciklon, pra një zonë me shtypje të ulët barike me një mot të ligë, i cili po ashtu përcillet edhe brenda në Gadishën ballkanik, konkretisht në pjesën perëndimore të tij, më prekur është Shqipëria, pastaj edhe Kosova, siç e kemi pa këto 2 ditë. Në aspektin rajonal, keni parë këtë ditë nga informacionet të cilat janë dhënë përmes rrjeteve sociale, burimeve zyrtare të informacionit që më prekur është pjesa perëndimore e Kosovës, sepse pjesa perëndimore e Kosovës, rrafshi Dugaxhinit konkretisht, është më i prekur nga ndikimi i klimës mesdhetare. Edhe klima mesdhetare është klimë tipike e cila veçohet me rreshje në stinën e dimrit dhe aktualisht po vrehet edhe kjo që është e paraqitur në janar. Po, përveç situatës e cila lidhet me kushtet natyrore, unë mendoj që një rol shumë të rëndësishëm kanë pasur ndërtimet të cilat në Kosovë nuk janë të paraprira me plane të caktuara hapësinore, pastaj me përcaktim të zonave të ndërtimit, kufizim të zonave të ndërtimit dhe stili, mënyra ndërtimit e tjera të cilat e favorizojnë po ashtu praninë e vërshimeve përkatësisht dëmët cilat ne kemi pa këto ditë. Para se të flasim për ndërtimet dhe vetë dorën e njerëzit në gjitha këto, flasim fillimisht e përmendët që ka pasur paralajmërime, apo jo që do të përballemi me një situatë të tillë. Ne pam që njëri prej kryetarëve të komunave pikërisht për këtyre zonave, zonës perëndimore, pra zonës më të prekur, e tha që Instituti Hidrometeorologjik dhe institucionet kanë dështuar të njoftojnë komunat për këtë situatë. A është dashur të ketë një komunikim më të mirë dhe a ka mundur të parandalohet kjo situatë në rast se do të kishte një informim më të mirë me shtabet edhe me kryetarët e komunave për këtë situatën? Mu parandalu, nuk e besoj që do të parandalosh, nëse është një proces i natyrës, po ndoshta do të menaxhojë paksa më mirë. Tash detyrat dhe përgjegjësitë këtu janë të ndara, sepse ndryshe funksionon Agjencia e Menaxhimit Emergjent, ndryshe Instituti Hidrometeorologjik, ta kanë bazë ligjore dhe funksionojnë në kuadër të institucioneve të vendit, ndërsa unë këtu prezantoj pikpamjet e mia profesionale dhe shkencore si profesor i hidrologjisë dhe i gjeografisë fizike në përgjithësi, por normalisht që sot është e mundshme të bëhen paralajmërime më të hershme. Këto paralajmërime nuk do të bazoheshin vetëm në parashikim të motit, sepse në Kosovë, me sa kujtoj, nuk ka meteorolog të diplomuar, por bazuar në të dhëna të ndryshme satelitore, modele të ndryshme klimatike të cilat sot janë shumë lehtë të qasshme dhe rrjedhimisht do të mund të bëj më mirë në paralajmërim. Paralajmërimi nuk besoj që do të kishte ndalë vërshimet, po të paktën kish pas mundësi dikush të shpëtonte ajo se çfarë mund të shpëtojë. Mendoj në njerëz, largim, evakuim nga shtëpitë, pastaj prona materiale e lujshme, për shembull vetura ose mjetet e tjera bujqësore të cilat do të ishin të rrezikuara për banorët, ndërsa situatën me zbut në kuptimin e rreshjeve të këtyre ditëve nuk do të besoj që do të ishte e mundshme, sepse raste të tilla ndodhin jo vetëm në Kosovë, ndodhin edhe në vende të tjera, por që në Kosovë ka disa specifika të cilat ndërlidhen edhe me menaxhimin hapësinor, përkatësisht planet hapësinore të cilat në Kosovë nuk funksionojnë mirëfilli, dhe rrjedhimisht ne kemi këtë situatë e cila ka rezultuar me vërshim thuajse në pjesën më të madhe të pjesës perëndimore të vendit, ndërsa ne vrejmë që ka vërshime edhe në qytete, pra vërshime urbane, të cilat në këtë rast nuk bëhet fjalë vetëm për çështjet e natyrës, por bëhet fjalë edhe për mënyrën se si ka ardhur deri tek menaxhimi, po quhet inxhinierik, se si inxhinieria, përkatësisht inxhinierët i kanë bë, po themi rrugët, sistemet e kullimit, sistemet e kanalizimit dhe rrjedhimisht e kemi këtë situatë që ne po. Pra, po thoni që dështimin në ndërtimin, projektimin e një për shembull patëm një nënkalim nëse më duket në Malishevi, që së fundi përruar dhe ishte tërësisht i përmbytur në ujë. Tani tregon që projekti nuk ka shkuar diçka aty nuk ka shkuar si duhet, absolutisht vërshimet, sepse punën e inxhinierit e shohin ose e tregojnë pamjet e sotme. Dhe unë mendoj që në Kosovë inxhinierët
ndoshta në shumicën e rasteve nuk veprojnë sipas dijeve të tyre profesionale, po janë të ndikuara, po themi, nga investitori i cili mund të jetë, privat, po se edhe publik, dhe që rrjedhimisht nuk bazohen në atë që nifet në vitet e fundit si zgjidhje bazuar në natyrë, në cilën merren parasysh për shembull pjerësia e terenit në mënyrë që uji të rrjedhë lirshëm, merret parasysh ndërtimi gjeologjik, se çfarë lloji shkëmbit është në atë teren ku paraqiten vërshimet, pastaj çfarë kushte klimatike, sepse këto ditë kanë qarkulluar informacione se rreshtet nuk janë shumë të zakonshme. Në zonën e mesdhejut janë të zakonshme rreshtet në dimër. Klima mesdhetare është klimë e lagësht në dimër, por është e thatë në verë. Andaj, duke ditur nga aspekti i hulumtimeve të mëparshme, po edhe të dhënat klimatike të viteve të fundit, ne e dim që rrafshi Dugaxhinit është ndikuar nga klima mesdhetare. Andaj, në pranverë, përkatësisht në dimër ose pranverën e hershme, vjeshtën e vonë, rreshtet janë të zakonshme, që do thotë se ato rreshje ne i dim në kuptimin profesional, atëherë shtrohet pyetja se si do t'i menaxhojmë në mënyrë që të shpëtojmë nga situata aktuale e cila po mbretëron këto ditë në Kosovë. Po, dhe aktualisht çka tregon menaxhimi që po e shohim deri më tani? Ka menaxhuar sepse janë pothuajse zakonisht të njëjta zona të cilat vazhdimsi po mbyten njësoj, apo jo? Po, për mbyten njësoj. Tashti unë po nisi soi, nëse Kosova sot është bërë lajm ndërkombëtar, madje unë pash një video e një lajmi në Australi, kjo tregon që vërshimet e këtyre ditëve nuk janë vërshime të vogla, po janë bë lajm edhe në pjesën tjetër të botës. Kjo tregon, unë mendoj se kjo tregon që ne nuk kemi arritur në këto vite, po themi, të pas luftës nga qëllerimi e Këndej, që të bëjmë plane konkrete për mënyrën se si të ballafaqohemi me rreziqe të ndryshme natyrore, ku hyn edhe rreziqet hidrometeorologjike. Dhe kjo situatë është trashëguar nga viti në vit, dhe ne jemi dëshmitar të kësaj situate e cila ka ndodhur këto ditë. A ka mund të jetë më mirë në kuptimin e menaxhimit? Unë besoj që po, por që konsideroj se mos jemi paksa vonë me një aspekt, sepse në shumicën e rasteve nga vërtimet e mia, analizat e mia, shoh që shumica e zonave të prekura janë zona të cilat në hulumtimet e viteve të 80-ta, janë zona të cilat janë konë të njohura për vërshime. Dhe aty ka pas plane për rregullimin e shtretërve, përkatësisht mbrojtjen nga vërshimet. Dhe janë pikërisht ato zona të cilat dëshmojnë se aty kemi një koncentrim më të madh të popullsisë në periudhën e pasluftës. Dhe kjo nënkupton që banorët, për mendimin tim, në mënyrë vullnetare i ekspozohen rrezikut, që do thotë se ata e dinë se ku është rreziku, ose ndoshta, ku e di, dikush mund të mos e ketë ditur, por që janë zona të njohura se ku është rreziku dhe kanë shku pikërisht kanë bërë ndërtime në ato zona të cilat sot janë të prekura. Do duhet të shihni më shumë dorën e shtetit, apo jo, për të menaxhuar këto zona me rrezikshmëri të lartë. Sepse unë konsideroj që te prona private, pavarësisht që është pronë private, do të jetë përcaktuar paraprakisht se çfarë destinimi do të jetë. Dhe normalisht që në këtë aspekt barrën kryesore do ta ketë ministria, aktualisht, po edhe në të kaluarën, dhe rrjedhimisht këto plane pastaj të përcillen edhe për zonat nëpër komunat, sepse niveli i dytë në Kosovë është komuna, dhe rrjedhimisht komunat të përcaktojnë se ku do të jetë zona ndërtimit. Mund të jetë një pronë private, por nuk është e thënë me patjetër që aty të lejohet ndërtimi. Dhe kjo në Kosovë pikërisht ka ndodhur. Vetëm se është prona private, atëherë njerëzit tentojnë për të bërë një ndërtim, shtëpi, çfarë do qoftë ajo, dhe rrjedhimisht i ekspozohen rrezikut. Andaj konsideroj që ata janë edhe të njohur për pasojat që mund t'i kenë. Po, dhe zotin Bytyqi, këto janë disa prej hartave që na disa prej hartave që unë këtu i prezantoj vendbanimet nëpër Kosovë se si janë të lokalizuara, bazuar në 4 ujëmbledhësit kryesorë në Kosovë, dhe mund të shohim se pikërisht pjesa perëndimore, zona fushore, ka vendbanime të cilat janë të mallësisë së mesme të madhe demografike, ndërsa zonat kodinore periferike janë zonat cilat janë shpopulluar. Dhe këta njerëz, përveç që kanë migruar jashtë Kosovës, shumë prej tyre vendosën në vendbanime nëpër zonat fushore. Dhe atëherë ata janë zgjeruar në vendbanimet ekzistuese dhe rrjedhimisht në shumicën e rasteve kanë shkuar afër lumenive. Në hulumtimet e mia, analizat e mia që e kam bë në një botim të Akademisë së Shkencave, unë kam vërejtur që në Kosovë nga viti në vit është rrit numri i popullsisë i cili jeton në largësi deri 500 metra prej lumenive, që nënkupton se është një zonë me një rrezik shumë të theksuar. Pra kemi numër të madh qytetarëve që po ekspozohen rrezikut për shkak të vërshimeve. Po, kjo në teorinë e rreziqeve natyrore njihet si ekspozim vullnetar ndaj rrezikut, sepse ti e din ku është rreziku dhe ti pikërisht shkon e ndërton aty edhe i ekspozohesh një rreziku si është rasti i vërshimit. A kemi të dhëna afërsisht sa është numri i qytetarëve? Numri i qytetarëve në bazë të regjistrimit të vitit 2011 ka qenë diku rreth 1.2 milion. Aktualisht duhet sillet rreth 1.1 milion, sepse Kosova në vitet e fundit ka shënuar një rënje të numrit të popullsisë, por që nënkupton diku 80% të popullsisë në Kosovë jeton në largësi deri 500 metra prej lumenive.
që jo domosdo lumi do të vërshoj, po praktikisht dihet rreziku që paraqitet tek lumejt. Në teorinë e rrezikeve natyrore, konkretisht hidrologjike, është e njohur thënia që nuk ka faj lumi, po ka faj njeriu i cili ka zënë vendin e lumit. Atëherë, në vitet e fundit në Kosovë ne jemi dëshmitar të një dukurie tjetër të keqe po quaj, që lumejt janë të degraduar, lumejt janë shkatruar, ka ndodhur prerja e drunjeve përgjatë lumenjeve, ka ndodhur degradimi me nxjerrjen e inerteve, zhavoreve, ka ndodhur pastaj ngushtimi i rrjedhave ujore i lumenjeve. Dhe të gjitha ato kanë dërguar, mendoj, tek situata e sotme në cilën ne mund ta shohim. Ajo që ka vrejt në vitet e fundit është, ja këtu sa për një krahasim, mund të vrejmë se sa ka qenë sipërfaqe artificiale, se unë mendoj që një rol të rëndësishëm luajnë edhe ndërtimet në Kosovë, dhe mund të shihni në vitin 2000, fotografia harta që është në të majtë, mund ta vrejmë me të kuqe se sa ka qenë sipërfaqja e ndërtimeve të cilat kanë mbuluar në të gjitha vendbanimet në Kosovë, përfshi edhe qendrat e mëdha urbane, ndërsa mund ta shohim në anën e djathtë se sa është në vitin 2018. Kjo tregon që ka një rritje shumë të madhe të sipërfaqeve artificiale, që janë vendbanime, qytete, pra beton, asfalt, të cilat në kuptim të qarkullimit të ujit në natyrë e pengojnë rrjedhën e tij të natyrshme, e pengojnë infiltrimin pra për të shku ujë në thellësi dhe rrjedhimisht e mundsojnë rrjedhën, përkatësisht e rrisin koeficientin e rrjedhës. Rrjedhimisht uji duhet shkojë në natyrë sipas ligjit të gravitetit nëpër terrene më të ulta, andaj në Kosovë shumica vendbanimeve janë nëpër zonat fushore, rrjedhimisht janë të ekspozuara ndaj vërshimeve. Dhe marr parasysh këtë rrezik, a do duhet që të paktën shtratet e lumenjeve të kishin senzor edhe të kishin një alarm, një sistem të alarmit në Kosovë kur ka vërshime të tilla, a do duhet kishim tashmë një sistem të tilla, apo është shumë problematik të realizohet kjo? Nuk besoj që është problematike, është çështje e Institutit Hidrometeorologjik. Instituti, me sa kam parë në vitet e fundit nga njoftimet cilat janë në për rrjetet sociale, ka arritur që të pajiset me teknologji të re për matjen e nivelit të ujit nëpër lumejt. Normalisht aty kërkohet që të jenë edhe më fleksibil në parashikimin e motit, në mënyrë që të paktën qytetarët të informohen se pra do të ketë udhëzime të qarta për qytetarët që mos u rrezikohet jeta, apo jo? Një prej aspekteve ligjore e cila e ngarkon Institutin Hidrometeorologjik është pikërisht paralajmërimi për situatën klimatike dhe hidrologjike në vend. Ajo është sipas ligjit për veprimtarinë hidrometeorologjike, prandaj kompetent është Instituti Hidrometeorologjik dhe në këtë mënyrë ata do duhej që të bëjnë një lloj paralajmërimi. Sot për shembull është e mundshme jo vetëm për të bërë paralajmërim përmes vërejtimit se natyra përkatësisht fenomenet meteorologjike mund të vërejtohen në natyrë, por sot ka të dhëna të shumta të cilat tregojnë se në bazë të modeleve klimatike se si mund bëhet parashikimi, përkatësisht ka lëvizin masat e ajrit, ato janë të dhëna të satelitore, janë të dhëna shumë të besueshme dhe rrjedhimisht mund të dijej. Unë për vete në nëntor kam bërë një paralajmërim kur ndodhen disa vërshime, por në fakt nuk është detyrë imja se unë nuk jam përgjegjës e Institutit Hidrometeorologjik, andaj nuk mund të ndjell për shembull shqetësim tek banorët, por që një gjë e tillë është e mundur normalisht në bazë të njohurive rreth klimës, rreth meteorologjisë, rreth ujrave po ashtu, dhe të vihet në një situatë ku qytetarët mund të paralajmërohen. Po, dhe marr parasysh të dhënat që zoti Bytyshi përmendet që 80% e qytetarëve janë të koncentruar në vendbanime afër lumenjve. A do duhet qytetarët paktën të kishin udhëzime që kur ka vërshime të mos pengojnë rrjedhën e ujit? A shihni që ka shumë raste të tilla edhe a rrezikojnë jetën e qytetarëve? Ka raste të tilla. Unë pikërisht kam sjellë këtu një fotografi, një hartë topografike viteve të fund 70-tave, fillim të 80-tave, që është një fshat i komunës së Suarekës, pra fshati Semetisht, i cili ndodhet në veriperëndim të qytetit, diku një ndoshta 10 kilometra vija ajrore, dhe mund shihet rrafshi aluvial, nëse më lejohet të afrohem te harta. Pra e keni pikërisht kjo zonë është ku rrjedh lumi. Këtu është vendbanimi dikur dhe këtu rrjedh lumi dhe mund ta shihni që në ato vite kanë qenë vetëm 2 shtëpi. Ndërsa sot, nëse shikohen pamjet satelitore, ju keni këtu një numër shumë të madh të shtëpive dhe që të gjitha këto shtëpi janë të ndërtuara pikërisht në rrafshin aluvial aty ku ka potencial për të paraqitur vërshimet. Dhe unë çka shoh një dukuri që është, nuk e di, e trashëguar, ndoshta e nga kaluar apo që shumë praktikohet, është prania e mureve mbrojtëse rreth shtëpisë. Pra mure prej betoni, bllokeve të tjera, të cilat konsideroj që vetëm e acarojnë edhe më shumë situatën hidrologjike. Ndoshta dikush mund ta shpëtojë oborrin e vet, por sigurisht do të dëmtoj fqim në cilën do anë që do të jetë dhe rrjedhimisht pengon rrjedhën e natyrshme të ujit. Prandaj unë bëj apel tek njerëzit. Pra nuk janë fare të informuar për mënyrën se si duhet mos pengohet rrjedhja e ujit. Mos pengohet sepse ata veprojnë konsiderojnë në mënyrë individuale secili për pronën e vet, por që unë konsideroj që duhet pas shumë më tepër kompetencë komuna në këtë rast që të paraqes kushte, pavarësisht që është pronë individuale dhe secili mund të ndërtojë në vendin e vet, atëherë duhet të ketë
ketë kushte çfarë tipi të ndërtimit të bëj, sa për shembull të ngritet nga toka, çfarë lloji tokës është, pastaj çfarë muri të përdor apo të mos përdor murin fare. Në këtë mënyrë ose ku të hudhen betoninat e ngurta, çfarë do të bëhet me shtratin e lumit, pra duhet të ketë, mendoj, një inspektim shumë më të madh në mënyrë që tek banorët të bëhet një ndërtim nëse e lejon, por në anën tjetër të jetë një lloj kontrolli paksa më i madh që ne të mbrohemi rreth situatës aktuale meteorologjike. Sepse në Kosovë janë të njohura tashmë edhe rrjedhet. Unë këtu po paraqes një hartë që ka të bëjë me modulin e rrjedhjes, pra sa është sasia ujit që rrjedh në Kosovë, dhe mund ta shihni pjesa perëndimore e vendit tek Deçani Juniku, është zona ku ka më tepër se 46 litra për një sekond për 1 kilometër katror, që është maksimumi në Kosovë, dhe në raste të tilla kur bëhet fjalë për terrene që janë të ngritura malore të bjeshkëve të nemuna, normalisht që uji do tentojë për të ardhur në drejtim të rrafshit të Tugaxhinit, atëherë për shkak të terrenit, pjerësisë së madhe, uji do të rrjedhë në sipërfaqe, që nuk kupton se gjasa për infiltrim janë shumë të vogla dhe rrjedhimisht uji do të shkojë në drejtim të fushës. Nëpër fusha lumejt kanë shtretër të cekët, që në kupton se shumë lehtë mund të dalin nga shtretrit nëse rritet niveli i ujit. Dhe a mund të ketë ndërhyrje në këtë rast ose cilat do duhet të ishin ato ndërhyrjet? Ndërhyrjet mendoj që mund të ishin parandaluar vërshime ndoshta cilat do të rrezikonin jetën e qytetarëve. Mendoj që mund të bëhet në kuptim të rregullimit të shtretërve të lumenjve, të zgjerimit të tyre, të menaxhimit po ashtu. Në disa raste kemi degradim aq të madh të rrjedhave ujore, sidomos të drini bardh, saqë mund të jetë edhe bukur vështirë për ta kthyer në gjendjen e mëparshme, sepse nga periudha pas luftës janë nxjerrë rërë zhavor inerte, sepse unë konsideroj që disa çështje në Kosovë janë duke u lënë tek individi, përkatësisht tek pronari i pronës. Unë besoj që pronari i pronës nuk do të jetë zoti i asaj toke, por do të jetë një lloj menaxheri për ta menaxhuar pronën e vet, po duke u bazuar në kushte të cilat i jep komuna, shteti, këtë rast komuna dhe ministria, në mënyrë që të mos përsëriten dukuritë e sotme cilat ne po i vrejmë. Që këtu është një hartë cilën më lejoni ta prezantoj, bëhet fjalë për një hartë të viteve të 80-ta, ku mund të shihni që janë parapar zonat për rregullimin e shtretërve të lumenjve. Dhe në të gjitha rastet mund të shihni që bëhet fjalë për rrjedhat kryesore të vendit dhe janë pikërisht ato zona ku edhe sot vërshohen. Që në kupton se këto procese në Kosovë kanë qenë të njohura edhe më herët, por që janë acaruar më shumë, janë intensifikuar më shumë në një kohë ku po jetojmë, ku bëhet fjalë edhe për ndryshime klimatike, po që rolin kryesor ka edhe njeriu në ndërhyrjen që i bën në natyrë. Po, dhe zoni Betyshi, cila është rëndësia e digave dhe si duhet veprohet kur ka vërshime me digat e ujit? Digat e ujit, unë nuk jam inxhinier, thonë të drejtën, por që digat din ta zvoglojnë shpejtësinë e rrjedhës ujore, sepse diga ka për detyrë që të ndalojë një sasi të ujit. Në Kosovë ka disa projekte të shumta të cilat ndërlidhen me ndërtimin e digave nëpër vende të ndryshme, disa prej tyre janë aktualizuar nga Ministria e Mjedisit, e cila ka tendencë për të bërë disa prej ndërtimeve. Diga thjesht luan një rol që sasinë e madhe të ujit e ndalon në atë liçe artificial që krijohet dhe nuk e lejon që të rrjedh tutje. Por diga në Kosovë ka pasur në të kaluarën nëpër lumej, disa prej tyre janë dëmtuar, ka pasur edhe nëpër lumej fushor, sepse luan një rol në zvoglimin e shpejtësisë së rrjedhës. Dhe rrjedhimisht nuk lejon që uji të dalë nga shtretit e lumenjeve, që praktikisht mund t'i zbusin, po themi, vërshimet sikurse këto të këtyre ditëve. Po, dhe marr parasysh paralajmërimet e agjencisë të emergjencave që do të vazhdojnë të kemë rreshje dhe ka rrezik përkeçimit, dhe në çfarë mase mund shkojë ky përkeçim dhe si duhet menaxhohet kjo situatë? Ky përkeçim, tash unë kam sjell një video në cilën mund të shihet situata meteorologjike që do të jetë. Përkeçimi unë mendoj që mund të vazhdojë për faktin se toka është e ngopur me ujë dhe rrjedhimisht çdo sasi e shiut e cila bie nuk mund të infiltrohet më, por që do të rrjedh në sipërfaqe. Andaj gjasat mund të jenë mjaft mëdha. Mund të shihni sot, nga aktualisht, normalisht më të rrezikuar janë pjesa e Shqipërisë, por që edhe Kosova në tërësi do të jetë mbuluar nga vranësirat cilat do të sjellin rreshje shiu, por që më vonë do të kthehet edhe në borë natën, dhe këto duke parë një situatë aktuale mund ta acarojnë edhe më shumë situatën rreth vërshimeve, jo në kuptim të daljes së ujit nga lumejt, por në kuptim të përmbytjes së tokave, për shkak se toka tashmë është e ngopur me ujë. Unë me sa pash nga njoftimet e Institutit Hidrometeorologjik, në rrafshin e Tugaxhinit, përkatësisht në Drinë e Bardhë, kishte rreth 76 mm rreshje.
Në Malishev nga një kolegë mora vesh që kishte 105 mm reshje, kjo nënkupton që aty janë rreth 105 litra. Drini Bardhi ishte po 76 mm, pra është sasi e lartë. E lartë është, sepse është për një periudhë shumë të shkurt kohore, pra bëhet fjalë për reshje shumë intenzive. Nëse vazhdon këto reshje, kjo pritet ngritet, apo jo? Çfarë parashikime? Merret totali i sasisë, por që parashikimet njerëzit unë mendoj që duhet të kenë kujdes, duhet bëjnë kujdes edhe sonte të paktën, në mënyrë që dikun të mos i gjej, po them, qytetarët në befasi dhe ata të jenë të mbrojtur. Po kjo sasi është jashtëzakonisht e madhe, sepse bëhet fjalë për 76 litra ujë për 1 metër katror, dhe nëse marrim pellgun e Drinit të Bardhit, i cili ka një sipërfaqe rreth mbi 4400 km2, atëherë bëhet fjalë për një sasi enorme të reshjeve, e cila ka rënë këto ditë dhe që detyrimisht në një situatë ku lumejt i kemi shumë të degraduar, uji nuk ka zgjidhje tjetër post të dalë nga shtrati dhe të gjej, po themi, rrugdalje tjetër, sepse ai ndjek rrjedhën natyrore e cila është krijuar për mijëra miliona vjet, por që është njeriu i cili po ndërhyn, po them edhe në mënyrë negative, duke e penguar rrjedhën natyrore të ujit dhe rrjedhimisht ne kemi këtë situatë. Unë sot shoh nga vërtimet e mia nëpër teren, shoh që lumejt nëpër Kosovë janë të mbuluar bukur shumë me mbeturina kryesisht për shembull të plastikës, të qeseve tjera, të cilat janë mbeturina të cilat notojnë mbi sipërfaqe dhe ato nuk shkojnë në fund të shtratit të lumit, që e pengojnë më vonë rrjedhën natyrore. Andaj unë mendoj që duhet. Është edhe nxjerrja e zhavorit apo jo është problematike? Nxjerrja e zhavorit patjetër, sepse ka kriju, ne i themi sikur xhepa përgjatë rrjedhës ujore, e detyron rrjedhën ujore që të marrë kahje tjetër, i ndryshon aspektin morfodinamik ose dinamikën e rrjedhës së lumit, por që konsideroj edhe mbeturinat të cilat mund t'i gjejmë andej nëpër lumej, janë një shkaktar cilën e nxisin rrjedhën e ujit jo në drejtim të shtratit, por edhe e anash. Do të theksua edhe një gjë, vërshimet kanë ndodhur në shtetet e zhvilluara. Ka raste kur ka vërshime të mijëvjeçarit quhen, të përsëritur një herë në 1000 vjet. Por, siç po shihni ju, në Kosovë këto vërshime bëhen shumë të zakonshme. Ne kemi rastin e vërshimeve të shumta të cilat ndodhen në nëntor, kemi rastin e vërshimeve të vitit 2021, të cilat morën pikërisht pjesën perëndimore, siç është Peja, pastaj Skandera e të tjera. Pra nëse një dukuri bëhet shumë e zakonshme, atëherë nënkupton që a është vërtet faji i vetë natyrës, apo bëhet fjalë për ndërhyrje të njeriut në qarkullimin e lirë të ujit në natyrë. Dhe aktualisht eksperti fushës, kush konsideroni që ka fajin më të madh në Kosovë? Fajin më të madh, unë mendoj që nuk mund ta them kështu një fajtor të vetëm, fajtor ndoshta jemi të gjithë bashkë, por që konsideroj që dora e shtetit duhet të jetë më e ngurtë, më e fortë, në mënyrë që vendimet të cilat merren prej ministrisë të gjejnë zbatim nëpër teren. Pra këto vendime të cilat ku përcaktohet që një zonë nuk mund të ndërtohet, atëherë të jetë zonë strikte, pra zonë e kufizuar, në mënyrë që të mos vihet deri tek ndërtimi. Derisa ne i lëm, po them, çdo qytetari të ndërtojë ku ai do, ku ai e ka një parcellë për ndërtim dhe në mënyrën që ai do, atëherë kjo nënkupton që dora e shtetit, ekspertiza e shtetit mungon dhe rrjedhimisht ne mund ballafaqohemi me situata sikurse kjo. Dhe zoti Bytyshi, të gjitha këto tregojnë tani që Kosova është shumë larg përgatitjeve në këtë përballje me ndryshimet klimatike apo çfarë? Kosova është me një stad të hulumtimit, njohjes për ndryshimet klimatike, sepse ne rrjedhimisht po shkojmë drejt Bashkimit Evropian, andaj duhet të jemi të përgatitur edhe për këtë çështje. Kuptohet ne jemi vend i vogël, por që vendet pavarësisht se do janë të vogla apo të mëdha, çështja e klimës është çështje globale, nuk është çështje e një shteti apo një kontinenti po quaj, por duhet të jemi të përgatitur gjithnjë më mirë në mënyrë që këto ndryshime të cilat parashihen që deri në fund shekullit të rrisin temperaturën për 2 gradë në mesatare, atëherë mund të jenë edhe më të rrezikshme në të ardhmen. Sot çfarë vrehet tek klima, vrehet prania e valëve të nxehtit gjatë stinës së verës. Për shembull në vitin 2023 kanë qenë më tepër se 21 ditë rreshtazi me temperaturë mbi 30 gradë në Kosovë, që dikur ndodhte për shembull disa ditë, po jo shumë të zakonshme. Vrehet një shkurtim i stinëve kalimtare pranverës dhe i vjeshtës, vrehet një ngrohje e dimrit dhe ndryshimi i klimës nënkupton që rritjet temperatura do të ketë avullim më tepër dhe avullimi do të përcjellë reshje më shumë.
që në kupton se sasia më madhe e reshjeve do të sjellë deri tek vërshimet. Andaj, sa më herët që marrim masa për të përgatitur në këtë situatë alarmante e cila është në mesin e shkencëtarëve, në mesin e klimatologëve, të gjithë ambientalistëve, atëherë është më së miri që ne të marrim hapat sa më shpejt në mënyrë që të jemi në rrjedha të vendeve të tjera më të zhvilluara në mënyrë që t'i përcjellim këto ndryshime, që të kemi sa më pak dëm edhe pasoja. Po, dhe marr parasysh që këto kërcimi sa i përket ndryshimeve klimatike Kosovës, cili është? Përballja me rreshtet më dha apo nxehtësia e lartë që na pret? Të dyjat, sepse rritja e temperaturës në kupton rritjen e avullimit. Rritja e avullimit në kupton koncentrim më të madh të lagështisë në atmosferë, dhe koncentrimi më madh i lagështisë në kupton që do të ketë rreshje më shumë. Atëherë, unë mendoj që situata do të jetë kësaj që gjatë verës do të ketë valë të nxehtit, pra disa ditë rresht të paktën 5 të njëpasnishme me temperatura mbi 30 gradë, do të ketë rreshje në formë të breshit, sepse breshi është më i zakonshëm në verë, ndërsa në dimër, ne siç po vrem këtë ditë, sepse ishte një masë arie e cila vinte nga mesdheu dhe ishte më e nxehtë, solli një mot që nga 1 janari, mëngjesin 1 janarit, ku temperatura në zonat fushore ishte regjistruar -13 në Podujev, ne kishim temperatura këtë ditë që shkonte te +12, +13. Pra bënim fjalë për një kalim me një amplitudë rreth 25-26 gradë Celsius, që është një kalim shumë i madh, dhe që përsëri do të kalojmë në një mot më të ftohtë të këtyre ditëve në vijim, për shkak të një shpërthimi që quhet në klimatologji të një mase polare e cila po lëviz në drejtim të Evropës lindore dhe juglindore, ku do të preket edhe vendi ynë. Por ndoshta kjo do të ishte një aspekt pozitiv që do të ndalin rreshjet edhe do të kthehet në formë të borës, po aspekti negativ mund të jetë se këto ditë rrugët i kemi të lagështa dhe mund të kthehet në temperaturë negative minus, andaj shoferët do të bëjnë kujdes sepse mund të ketë rrëshqitje përgjatë. Dhe sa i përket shoferëve, pasi që i përmendet një pyetje krejt në fund, kemi parë gjatë edhe dje, por edhe parë dje që shumë shoferë kanë qenë të bllokuar në këto vërshime. Tani çka tregon kjo çast? Nuk dim vozisim, a do duhet kishte vëllëzime për qytetarët kur ka vërshime të tilla të mëdha, se si duhet të lëvizin komunikacion apo jo, sepse ishte pak e çuditshme. Pak e çuditshme, nuk e di, tek ne në Kosovë shpesh shumica e qytetarëve kryejnë punë me vetura. Do thotë, ndoshta pse nuk funksionon mirë filli transporti publik, transporti urban e tjera, dhe vetura mbetet zgjidhja e vetme, por që mendojnë në këtë rast se duhet të kursehet vetura, duhet të reduktojmë lëvizjet në mënyrë se të mos jemi dëshmitar të një procesi që mund të na rrezikojë edhe jetën e atij individu, se jetën tonë. Normalisht në këtë rast është i njohur në autoshkollë aquaplaningu, pra njerëzit që vozitin në rrugë që ka pak ujë, jo sasi shumë të madhe që kishte këtë ditë, rreziku për të rrëshqitur vetura ose për të dalë nga rruga është shumë i madh. Andaj është mirë me bë kujdes që të mos, vetëm nëse jemi të detyruar për diçka, ta marrim veturën, përndryshe të presim derisa të qetësohet situata, paksa që besoj nga nesër do të jetë më mirë. Atëherë zoti Bytyshi, faleminderit që ishit sot këtu me ne. Faleminderit juve. Faleminderit shumë. Do tani pastaj intervista është koha për bllokun e lajmeve të botës.